Kanë mbet vetëm edhe 3 ditë prej zgjedhjeve të 7 qershorit edhe sipas një platforme për marketing, domethënë sponsorizimet që i bojnë politikanët ose subjektet politike nëpër platformat si Facebook dhe Instagram, është platforme Metas, kemi me pa bashk, domethënë se sa kanë shpenzuar politikanët ose partitë politike deri më tash. Që në mas pari që të listë, që kjo është pra një platformë zyrtare e Metas, që ka në menaxhim edhe Facebookun edhe Instagramin, 2 rrjetet sociale më të fuqishme ndoshta për sa i përket marketingut që e bojnë nëpër fushata, këtu i kemi emrat edhe subjektet politike se sa edhe shumën, domethënë se sa janë të sponsorizu postime, e bojmë çdo 30 ditët e fundit, edhe i shohim me radhë Urani Ismaili PDK-s, është i pari për ka shpenzimet, pra i ka 9.135 euro, për dikun 78 postime. Pastaj e kemi Bedri Hamzën prej Partisë Demokratike të Kosovës, 7.270 euro, 107 postime që i ka bo sponsorët. Ardian Gjini prej AK-s ose Aleancës me emrin e ri, 6.200. Lidhjen Demokratike të Kosovës e kemi me 5.500. Pastaj Lëvizja Vetëvendosje është me 4.400. Vlora Qitaku vazhdon me 2.900, për parim Gruda 2.800, Ramosh Haradinaj i ka 2.200, domethënë që ka bu sponsor, Xhavet Haliti pastaj, Enver Hoxhaj, gjithë janë me 2.200, 1.900, Dardam Molliçaj gjithashtu prej PSD-s 1.600, Emana Rahmani, edhe vazhdon lista me AK-n, pra Aleanca si faqe, si parti, domethënë në Facebook edhe në Instagram 1.500, Ilir Kërçeli i Lëvizjes Vetëvendosje, Alisa Jetullahu, Bekim Haxhiu, Frasher Krasniqi Natyra Kuqi, gjithë këta janë me 1.000 diçka, pra deri në 1.500 euro që kanë bu shpenzime. Ejup Ahmeti, 54 është prej Lëvizjes Vetëvendosje edhe kjo me 1.000 euro, pastaj Ekrem Hyseni, LDK-s, edhe lista vazhdon, domethënë mundesh me dalë edhe në fazën tjetër. Tash këtyre, çto janë domethënë për çto zgjedhje që janë të bu, pra 30 ditët e fundit, po e shihni prej 3 muaj deri me 1 qershor që kanë shpenzuar, sepse bëhet update më vonë. Normalisht partitë shpenzojnë për fushata gjithmonë, e kemi pas çto prej në nacionale si shkrim, pra kemi 4 muaj më parë për zgjedhjet komunale, kur i pat publiku KSZ-ja, pra deklarimet e partive politike se sa kanë shpenzu për fushata, pra bëhet fjalë prej mujit qershor deri në nëntor, pra të zgjedhjeve komunale që janë bajt. Lëvizja Vetëvendosje i ka pas të hyra mbi 604.000 euro, ka shpenzu 992.000 euro, edhe prej tyre 802.265 euro kanë shkuar për reklama, konferenca dhe reprezentacion. Qëtu mas ne kemi që kanë deklaru për transport Vetëvendosja, të shohim edhe PDK-n, të hyra totale mbi 248.000 euro, dërsa shpenzimet e fushatës i kanë arrit 277.000 euro, mbi 277.000 euro. Normalisht tani ka deficit këto borxhe që ju mbesin partitë zakonisht këtyne subjekteve që ju ndihmojnë në fushata. Qëto domethënë i kanë deklaruar donacione këto, po shpenzimet kanë qenë mbi 277.000 euro. Nuk ka konkretisht pra çka ka pas vetëm për marketing. LDK-ja pastaj ka deklaruar që ka shpenzuar mbi 203.000 euro për fushatën e zgjedhjeve lokale, 2025-s pra bëhet fjalë. Pjesa më e madhe e tyre është shpenzuar për reklama gati 185.000 euro. Kurse AK-ja ka deklaruar se ka shpenzuar për fushatën e zgjedhjeve lokale afër 25.000 euro. Çto kanë shpenzime domethënë edhe zgjedhjeve lokale 2025 edhe ato që kanë të bëjë partitë politike ose kandidatët për deputet ose për kryeministra deri më tash për zgjedhjet e 7 qershorit. Të shohim, kemi edhe 3 ditë kohë, domethënë të shohim se sa po shpenzojnë kandidatët për deputet edhe partitë politike. Normalisht sipas ligjit e kanë për detyrim ligjor me i deklaru shpenzimet e tyre gjatë fushatës, edhe masnej publikohen prej KSZ-s, janë të dhëna zyrtare, edhe ato publikohen edhe në media, ku e marrin vesh edhe qytetarët se sa janë të shpenzuar çdo parti politike.
sepse jo gjithmonë domethënë shpenzimet bëhen vetëm në Facebook e Instagram, ka marketing të lloj-llojshëm nëpër televizione, nëpër gjithçka, këto reklamat që shihni kohë pas kohë ose nëpër portale që shfasin këto numrat, kështu se krejt këto hinë në shpenzimet pra në raportin financiar të subjekteve politike edhe kandidatëve për deputet e kryeministrat. Të shohim se çka po ndodh deri me 7 qershor edhe sa po shpenzojnë këta.